Pikërisht datën e 2 majit, sot me rastin e 26 vjetorit të rënies së heroit të kombit Halil Likashi nga Landovica e Prizrenit, e rikujtohen shoqatat e dala nga lufta dhe familjar me homazhe në varrizat e dëshmorëve në Landovicë, ku me këtë rast ishin shoqatat e dala nga lufta, bashkë luftëtar dhe familjar të heroit Halil Likashi. Ai 26 vite më para dëshmor në përgatitjen ushtarake në mollëza të Burelit, ku ishte pjesë e UÇK-s. I riu që ishte adhetari dëshmuar Halil Likashi. Dëshmori Gashi ka përmendoren e tij në qytetin e Burelit dhe përkujtohet çdo 2 maj nga familjar e bashkëluftëtar të tij. Edhe sot atje ishin familjar e bashkëluftëtar në shenjë kujtimi tek lapidari në Burel. Posa familjarëve dhe bashkëluftëtarëve sot këtë përkujtim nderuan edhe zyrtarë të lartë të bashkësisë së Burelit. Falenderoj ju me qytetin e juaj. Si po na pranoni, na keni pranuar lapidarin e djalit tim këtu në qytetin e juaj. Edhe punëna mirë, pritja mirë, kontributa e ligata kontribuar shumë mirë. Ma mirë nuk ka zarar. Faleminderit. Faleminderit për jush një për pritje, për që po na pritni, po na përcjellni, po na kryeni këtë obligimin e tonë keni. Faleminderit për ju shumë. Halil Gashi ishte kyçur herët në aktivitetet për lirinë e Kosovës, ishte njëri ndër ata të parët me shumë djem të Landovicës që filloi bartjen e armatimit nga Shqipëria, pastaj në angazhimet që caktonin duke I pritur e përcjellur grupet e ushtarëve për në Shqipëri e anasjelltas. Ja ardhen qytetin Burrel, ja përkujtu 26 vjetorin e Halilit, djalit tim. I falenderoj qytetin e Burrelit që mja ka marru lapidarin djalit tim. Djali mi ka pas 27 vjetë, mi kalon 4 vajza. Unë jam neon krenare, që më ka shku djali për Kosovë, për atë vlej, ka shku edhe për Shqipëri. Jena krenar për vllahën tonë që ka bo 26 vite, çdo vit ja përkujtojmë në Burrel. Jena shumë krenar për vllahën që ka ro dëshmor për me liru Kosovën. Po I ka marrë meritet. Ka marrë meritet në dur I ka marrë Halil Gashi. Gjitha falenderojmë Burrelin, edhe ju falenderoj si media që çdo vit për vini të na kujtoni përmendohen e vllahit tonë. Halili pas së betejës së 26 marsit në Landovicë, detyrohej që t'i bartë të plagosurit, por edhe t'i largoj familjet nga fshati, ku mbetën mbi 18 civil të vrarë nga garantimet, por edhe ekzekutimet në fshat nga aty kalon në Shqipëri, ku angazhohet në brigadën 128, gjatë ushtrimeve të tija si një ushtar I dalluar, bie për të mos së vdekur kur. Halili ishte dhe mbetet një nga figurat e laftishme të UÇK-s. Me Halilin tashmë krenohen Landovica e krenohet Bureli.